Nëse do të lirohet Erion Veliaj apo do të vijojë të qëndrojë në burg, kjo do të vendoset e njëjtën në orën 10. Mbasi dëgjoi për të dytën ditë të rresht kërkesën e përsëritur për të shfuqizuar masën e arrestit në burg dhe nga ana tjetër këmbguljen e dy prokurorëve që Veliaj të mos lirohet, gjyqtari i apelit Engert Pëllumbi i la kohë vetes për të parë me detaje, jo vetëm provat e reja, por dhe parashtrimet e mbrojtjes. Në seancën maraton me dyert të mbyllura të nisur në apel prej të martës në orën 10, e të mbyllur të mërkurën në orën 15:20 minuta, kryebashkiaku Erion Veliaj foli mbas mbrojtjes dhe kësaj radhe nuk kishte tone akuzuese. Sipas të pranishmëve në sallë, kryebashkiaku i Tiranës ka thënë se telefonatat nga burgu i ka kryer me familjen dhe nuk ka asnjë sekret që të interesohesh për daljet publike mbi dosjen e tij hetimore. Kërkesat e avokatëve për zbutjet e masës ishin të gjitha ato që parashikon ligji, që nga detyrimi me paraqitje, arresti i shtëpisë, bllokimi i pasaportës dhe garancia pasurore. Një nga avokatët e Erion Velis tha për Top Channel në mbyllje të seancës. Çfarë kërkua? Kërkuam revokimin e kësaj mase. Masë detyrim paraqitje, kërkuat masë. Kërkuam revokimin e kësaj mase dhe pa mundësi për të dhënë këtë masë, një masë tjetër më të lehtë. Po klienti juaj Erion Veliaj? Një kërkesë apo foli dhe për provat? Për hollësitë e gjyqit nuk mund të flas. Në këtë seancë 2 ditore kishin apeluar masën e sigurisë edhe 3 biznesmen që po jetohen në gjendje të lirë dhe me masën detyrim paraqitje, si dhe biznesmeni Elman Abule, që gjendet nën arrest në burg. Biznesmeni Abule pretendon se nuk është i rrezikshëm dhe se nuk mund të dëmtojë provat apo të largohet nga Shqipëria. Për Top Channel, Anila Hoxha.